Opozita ka njoftuar organizimin e protestës me 15 mars kundër mbylljes së platformës TikTok nga qeveria shqiptare. Protesta do të mbahet para kryeministrisë, duke filluar nga ora 19 dhe do të përfundojë në orën 21. Ajo ka për qëllim të shprehë paganësitë ndaj masave të marra nga autoritetet për të ndaluar këtë platformë, e cila është përdorur nga mijëra qytetarë shqiptar. Për të siguruar rendin dhe mbarvajtjen e tubimit, policia e shtetit ka marrë një sër masash për të menaxhuar fluksin e trafikut dhe për të garantuar sigurinë e protestuesve. Sipas njoftimit të policisë, do të ketë kufizim të qarkullimit në disa segmente të Tiranës. Qarkullimi i automjeteve do të ndalohet nga ora 14 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, përkatësisht nga kryqëzimi pranë Ministrisë së Brendshme deri te sheshi Nën Tereza, si dhe rrugët Ismail Qemali, Ukraina e Lirë dhe Papa Gjëmpali 2. Gjithashtu do të vendosen kufizime në akset rrugore përreth protestës, përfshirë bulevardet kryesore dhe disa rrugë të tjera të rëndësishme. Policia ka paralajmëruar se mund të ketë edhe kufizime të tjera nëse situata e kërkon, duke pasur parasysh masivitetin e protestës dhe mundësinë e bllokimit të disa akseve kryesore. Në rast bllokimi, policia ka bërë të ditur se ka parashikuar një plan të detajuar për devijimin e trafikut në rrugë alternative për të lehtësuar lëvizjen e qytetarëve që do të udhëtojnë në këto segmente. Autoritetet kanë kërkuar nga qytetarët që të respektojnë udhëzimet e policisë dhe të planifikojnë udhëtimet e tyre për të shmangur vonesat gjatë protestës.